Universiteti e Qërem Çabej i Gjirokastrës ka mirëpritur për të dytin vit radhazi 14 student nga institucionet arsimore spanjolle, të cilët do të zhvillojnë një praktikë mësimore 3 mujore në kuadër të programit Erasmus+. Praktika do të zhvillohet në institucione publike dhe private të zonës së Gjirokastrës në fusha të ndryshme si teknologjia e informacionit, financa, administrimi, gastronomia dhe turizmi. Në kuadër të fillimit të programit, studentët u takuan me rektorin e Universitetit të Gjirokastrës Ocana, i cili u shprehu mbështetjen e institucionit dhe theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi për zhvillimin akademik dhe profesional të tyre. Ai garantoi se Universiteti i Gjirokastrës do të jetë një pikë referimi për ta gjatë gjithë qëndrimit të tyre në qytet. Natyrisht që me Spanjën kemi pasur bashkëpunime shumë të ngushta, sidomos me Valencia, për të vizituar qytetin tonë të bukur. Europianët dhe të gjithë paguajnë një sasi të madhe lekësh, kurse juve keni mundësinë të shijoni bukuritë e këtij qyteti pothuajse gratis. Nga ana tjetër, ju do të shijoni një qytet vërtet shumë të bukur, do të shijoni kulinarinë e këtij qyteti, do të shijoni banesën karakteristike të këtij qyteti, do të shikoni trashëgiminë kulturore të këtij qyteti, do të shijoni mikpritjen e qytetit. Për studentët spanjoll, kjo përvojë është një mundësi e veçantë për të fituar njohuri praktike në profesionet e tyre, ndërsa njëkohësisht do të mundsojë të zbulojnë kulturën shqiptare dhe të njihen nga afër me historinë dhe traditat e Gjirokastrës. I'm Inogua. I study tourism. Unë jam Inohua, studioj në degën e turizmit dhe kam ardhur këtu për të marrë më tepër eksperiencë me Erasmus. Ky qytet është shumë i bukur, kam eksploruar pazarin e Gurt, kishte një pamje të këndshme. Më pëlqen sepse ne me Shqipërinë kemi ndryshime, kështu që do të marr më të mirën e mundshme. It has a nice view. Hello, I'm Dani. I'm 19 years old. Përshëndetje, jam Dani, jam 19 vjeç. Mendoj se ky vend është perfekt për të kryer praktikën time. Gjirokastra është një qytet i veçantë dhe mendoj se eksperjenca këtu do të më ndihmojë shumë. It's so beautiful Gjirokastër. And I'm very proud to be here. Jam shumë krenar që jam këtu. Shqipëria është një vend shumë i bukur dhe interesant. Ka një kulturë që dua ta njoh më tepër. Njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe janë shumë të mirë me ne. I want to know. The people are very kind. Eksperjenca e vitit të kaluar ka rezultuar e suksesshme për të dyja palët, duke krijuar bazat për vijimin e këtij bashkëpunimi akademik, i cili jo vetëm ndihmon në ndërkombëtarizimin e arsimit në Universitetin e Gjirokastrës, por gjithashtu promovon Gjirokastrën si një destinacion të rëndësishëm për formimin profesional të studentëve të huaj.